reagimi në lidhje me atë që po ndodh në veri është i domosdoshëm, mirë po duhet jemi shumë të vëmendshëm për të kuptuar se çfarë po ndodh atje ose për t'i dhënë vendin që meriton në këtë deklaratë asaj që po ndodh atje. Sepse me sa lexova në tekstin e shkruar këtu, ky tekst nuk i përgjigjet një pyetje ose dy pyetje në fakt, se kush qëndron, pra pyetjes kush dhe pse. Kush qëndron pas këtij referendumi dhe pse? Asnjëra nga këto pyetje nuk ka marrë përgjigje në këtë deklaratë dhe si të tillë e konsideroj të mangut. Duhet ta themi qartë që pas këtij referendumi qëndron Beogradi zyrtar, pavarësisht nga deklaratat që kemi dëgjuar ditët e fundit, sikur i gjithë kjo po bëhet me kokën e disa përfaqësuesve jo legjitim të komunave në Mitrovicë. Në fakt për Beogradin këta nuk janë përfaqësues jo legjitim, por janë pikërisht të zgjedhur prej tyre. Së dyti, duhet të kemi parasysh se megjithëse se Kosova është vendi më i mbikëqyrur ndërkombëtarisht, as nga Bashkia Ndërkombëtare dhe as nga qeveria e Kosovës, deri tani nuk është ndërmarrë asnjë hap për ta penguar këtë referendum. Së treti, ajo që po ndodh atje na nxjerr një mësim shumë të vlefshëm ose disa të dhëna shumë të rëndësishme, që qytetarët serb atje në veri, pjesa më e madhe, qytetarët e thjesht e kam fjalën, nuk janë të lirë, janë të shantazhuar. Spakun nga raportimet e mediave që kemi dëgjuar, ata kanë pasur presion të madh për të dalë në votime dhe numri i votuesve ka qenë mjaft i vogël. Kjo tregon se gjëja kryesore që duhet bëhet në veri është çlirimi i qytetarëve të thjesht serb, të cilët ndihen të shantazhuar nga disa struktura kriminale dhe nuk e di pse askush se merr parasysh këtë fakt. Dhe së treti, dua t'ju kujtoj që në vitin 2006 në Serbi është zhvilluar një referendum ku për herë të parë Kosova është bërë pjesë e territorit të Serbisë. E gjithë bashkësia ndërkombëtare në atë kohë ishte kundër këtij referendumi. Mirë po sot, si ka ndryshuar kjo qasje. Askush nuk po i kërkon Serbisë që ta ndryshojë kushtetutën e saj ku e ka futur Kosovën me referendum pra aty. Pra, një referendum që i kishte kundër të gjithë, sot merret si i ligjshëm. Frika ime është se edhe këto gjysmëzëra sot që e konsiderojnë të paligjshëm rezultatet e referendumit, nesër mund t'i marrin si legjitime. Spaku nga eksperienca këtu në Kosovë kemi mësuar se kjo ka ndodhur shpesh, veçanërisht në veri të Mitrovicës. Faleminderit.